Këshilli Rinor i Komunës së Gostivarit ka ndërmarrë disa aktivitete me rastin e ditës ndërkombëtare të luftës kundër SIDA-s. Kështu sot nga ora 11 deri më 13 në sheshin e qytetit në Gostivar u shpërndan fletushka me përmbajtje informuese. Me rastin e ditës ndërkombëtare të luftës kundër SIDA-s, Këshilli Rinor i Komunës së Gostivarit ka ndërmarrë disa aktivitete me qëllim që të ngritet vetdia qytetare rreth kësaj sëmundje në qendër të qytetit u shpërndan fletushka me përmbajtje informuese. Këshilli Rinor edhe si vjet për të dytin vit me radhë realizon kampanjën Lufto SIDA-n, jo njerëzit me SID, njoftoi kryetaria e Këshillit Rinor Atibe Arifi. Në kuadër të aktiviteteve të parapara në ditën ndërkombëtare të luftës kundër SIDA-s, po ashtu është planifikuar të mbahet edhe ligjërat informative dhe sensibilizuese me qytetarët e Gostivarit, nga ku do të kenë mundësinë të informohen me hollësitë rreth simptomave, preventimit, trajnimit dhe statistikave të sëmundjes nga ana e studentëve të mjekësisë Gend Bilavi dhe Ali Idrizi. Dita ndërkombëtare e luftës kundër SIDA-s është një kampanjë globale e cila ka për qëllim që të ngrit vetdijen rreth kësaj sëmundje dhe gjithashtu pra që të informohen më shumë qytetarët për simptomat e sëmundjes, për preventimin dhe trajtimin e saj. Pra gjatë ditës prej ora 11 deri ora 1 në qendër të qytetit do të shpërndahen fletushka me përmbajtje informuese, ku pra qëllimi është që qytetarëve që u ngritet vetdia sadopak për këtë sëmundje e cila mund të duket pra jo aq e shpesh në mesin tonë, në shoqërinë tonë, mirë po pra përsëri shihet është arsyeshme që pra të merren masa preventive dhe të sensibilizohet opinioni publik. Kurse prej ora 19 në sallën e Këshillit Komunal do të organizohet një ligjërat interaktive dhe informuese, ku pra do t'i ligjerojnë Gend Bilali dhe Ali Idrizi që janë studentë të mjekësisë, ku qytetarët do të kenë mundësi që më së afërmi të njoftohen me simptomat, me preventimin, pra çka është virusi HIV dhe çka është sëmundja SIDA, dhe gjithashtu ato pra do të kenë mundësi që të kenë një pasqyrje dhe të statistikave pra në vendin tonë se sa janë të prekur nga virusi HIV dhe sa nga sëmundja SIDA. Aktiviteti do të realizohet në sallën e madhe të Këshillit Komunal.